Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një organ që kontrollon çdo mendim, çdo vendim dhe çdo emocion që përjetoni çdo ditë, trurin. Shumë njerëz mendojnë se truri dëmtohet vetëm nga sëmundje të rënda apo nga mosha. Por e vërteta është se truri ndikohet çdo ditë nga zakonet tona më të vogla, nga mënyra si jetojmë, si ushqehemi, si mendojmë dhe si e menaxhojmë stresin. Pa e kuptuar, shumë sjellje të përditshme e lodhin trurin e ngadalsojnë funksionin e tij dhe me kalimin e kohës ndikojnë në kujtesë, përqendrim dhe qartësi mendore. Në këtë video do të shohim 10 zakone shumë të zakonshme që dëmtojnë trurin gradualisht dhe pse është kaq e rëndësishme t'i kushtojmë vëmendje. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Mungesa kronike e gjumit. Gjumi nuk është pushim për trurin, është koha kur ai riparohet. Gjatë gjumit, truri pastron toksinat, forcon kujtesën dhe rregullon emocionet. Kur flini pak ose keq për periudha të gjata, kujtesa dobësohet, përqendrimi bie dhe truri mbetet në gjendje lodhje të vazhdueshme. Me kalimin e kohës, mungesa e gjumit ndikon drejt për drejt në aftësinë për të menduar qartë dhe për të marrë vendime. Qëndrimi i vazhdueshëm në stres. Stresi i përhershëm është një nga armiqtë më të mëdhenj të trurit. Kur jeni vazhdimisht në presion, trupi prodhon kortizol në sasi të larta. Ky hormon nëse mbetet i lartë për shumë kohë dëmton zonat e trurit që lidhen me kujtesën, mësimin dhe kontrollin emocional. Kjo është arsyeja pse njerëzit e stresuar harrojnë më shpesh dhe ndihen mendërisht të shpërndar. Multitasking i vazhdueshëm. Shumë njerëz krenohen që bëjnë disa gjëra njëkohësisht, por truri nuk është ndërtuar për këtë funksion. Në realitet, truri kalon shpejt nga një detyrë në tjetrën duke u lodhur shumë më tepër. Ky zakon ul përqendrimin, rrit gabimet dhe e bën trurin më pak efikas me kalimin e kohës. Puna shpërndar e stërmundon trurin edhe pse duket produktive. Qëndrimi i gjatë pa stimulim mendor. Truri ka nevojë për sfida. Kur rutina është gjithmonë e njëjtë dhe pa stimulim mendor, aktiviteti nervor bie. Mungesa e leximit, mësimit dhe gjërave të reja apo ushtrimeve mendore e bën trurin dembel. Ashtu si muskujt, edhe truri dobësohet kur nuk përdoret në mënyrë aktive. Konsumimi i tepërt i sheqerit dhe ushqimeve të përpunuara. Ushqimi ndikon drejt për drejt në funksionin e trurit. Dietat e pasura me sheqer dhe ushqimet e përpunuara rrisin inflamacionin, dëmtojnë lidhjet nervore dhe ndikojnë negativisht në humor dhe kujtesë. Shumë njerëz përjetojnë lodhje mendore dhe mjegull truri pikërisht për shkak të këtyre ushqimeve. Izolimi social. Truri është organ social, ndërveprimi me njerëz të tjerë stimulon zonat e trurit që lidhen me emocionet, gjuhën dhe kujtesën. Izolimi i zgjatur. Ul aktivitetin mendor, rrit ndjesinë e lodhjes psikologjike dhe ndikon negativisht në shëndetin emocional. Bisedat, çështja dhe lidhjet njerëzore janë ushqim për trurin. Qëndrimi i gjatë ulur pa lëvizje. Lëvizja nuk është e rëndësishme vetëm për trupin, por edhe për trurin. Kur rrini ulur për orë të tëra, qarkullimi i gjakut ngadalsohet, oksigjeni në tru zvogëlohet dhe vigjilenca mendore bie. Aktiviteti fizik rrit furnizimin e trurit me oksigjen dhe ndihmon në formimin e lidhjeve të reja nervore. Mbushja e mendjes me informacion të panevojshëm. Rrjetet sociale, lajmet e pandërshprera dhe informacioni i tepërt e mbingarkojnë trurin. Kur truri bombardohet vazhdimisht me përmbajtje, lodhet shpejt, humb aftësinë për fokus dhe rrit ndjenjën e ankthit. Jo çdo informacion është i dobishëm, por truri i trajton të gjitha si ngarkesë. Injorimi i pushimeve mendore. Shumë njerëz punojnë pa ndalur, duke menduar se pushimi është humbje kohe. Në realitet, pushimet e shkurtra rikthejnë përqendrimin, përmirësojnë kreativitetin dhe ulin lodhjen mendore. Truri ka nevojë për pauza për të funksionuar më mirë. Negativiteti i vazhdueshëm. Mendimet negative të përsëritura ndikojnë drejt për drejt në strukturën dhe funksionin e trurit. Kur fokusoheni vazhdimisht te frika, kritika apo ankesa, aktivizohen zonat e stresit dhe dobësohen rrjetet që lidhet me qetësinë dhe optimizmin. Me kalimin e kohës, truri mësohet me negativitetin dhe e përforcon atë. Truri nuk dëmtohet brenda natës, ai ndikohet ngadalë çdo ditë nga zona që ne i konsiderojmë normale. Gjumi i mirë, ushqimi i shëndetshëm, lëvizja, qetësia mendore dhe stimulimi intelektual janë investime direkte në shëndetin e trurit.
Ndryshimet e vogla në përditshmëri mund të sjellin përmirësime të mëdha në qartësinë mendore, kujtesë dhe cilësinë e jetës. Truri juaj punon për ju çdo sekond, prandaj kujdesuni për të. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.